Ata kanë një sukses. Ku e kanë suksesin? Jo të trushplarja. I dashur Dylber. Trushplarja është për mashtrim, për demagogji. Ajo nuk ekziston. Pse nuk ekziston? Sepse njeriu o ka tru, o s'ka tru. Trut nuk janë ndresa, kanë atjere mbathje më fale qarape, që ndrohen, lahen, e shplahen, por trut janë tru. Ai që ka mend dhe mendon, me mend në kokë, ai e di të vërtetën. Ai që s'ka mend, blihet, shitet, gënjehet, mashtrohet, autosuggestionohet nga fjalët e Ramës. Se janë mjeshtra këta usallarët, Goebbelsi, Zhdanovi dhe Vučići, që ishte edhe Goebbels dhe Zhdanovi Miloševićit, janë mjeshtra për propagandë. Ministër ishte Vučići, mjeku i Ramës. Ministri Miloševićit për informacionin dhe për propagandën. Dhe sot e kësaj dite, jo serbët që i ka gënjur, s'diskutohet, dhe i ka indoktrinuar. Po dhe ndërkombëtarët vazhdojnë ata dënojnë Hashim Thaqin dhe luftëtarët e UÇK-s, që është rreptësisht e padrejtë, dhe nëse kanë bërë ndonjë krim, le ta pranojmë për një çast, kur ta vërtetoj natyrisht gjykata, po le ta pranojmë sikur të kenë bërë, mund të krahasohet UÇK-ja me krimet e Miloševićit, Vučićit, Dačićit, Nikolićit dhe viçve të tjerë të Serbisë. Pa më thuaj pak një, ku është raporti këtu, krahasues? As duhet ishte Vučići shumë herë para Hashim Thaqit në Hag, siç ishte Miloševići, natyrisht, po u mjaftuan me atë që e mori Zoti pa ju dhënë dënimi akoma, se dihet që dënimi do të ishte burgimi i përjetshëm për Miloševićin. Po duhet ishte edhe Vučići, zëdhënësi i tij, ministri i tij, miku i Edi Ramës. Dhe nga kjo fitore, që ta mbyll me këtë pikë, nga kjo fitore, një nga njerëzit që gëzohet më shumë është miku i ngushtë i Ramës, Vučići. Nëse fiton Rama, do thotë është bërë loja e Serbisë. Ai thot vetë që është miku im për kokë. Prandaj ata që votuan Ramën kanë votuar dhe Vučićin. Më mirë ta themi troç, mos i lakojnë fjalës as pak. Kush ka votuar Ramën, ka votuar mikun më të madh të Ramës në Ballkan. Aleksandar Vučić. Ai thot Aleksandar, nuk ja di dhe emrin. Zoti Topolaj, rrotullohet deri tani se nuk ka arritur deri te gjysma e kutive, diçka aty rreth mezit, por te 82-83 mandatet e Ramës. Po të marrim një situatë hipotetike, 84 mandate, çfarë mund të bëjë me kushtetutën ky kryeminist me 84 mandate? Pra në deri në 2030 kur ne bashk me shumë kënaqësi që mund të flasim prap, çfarë do na ke ndodhur? Çfarë mund ndodh deri atëherë? Më fal Dylber. Kena një iluzion ti se ky ka pyetur për kushtetutën në këto 12 vjet? Do të t'jap një 111 fakte që ky e ka në përkëmbur dhe e ka shkelur kushtetutën? Të them një detaj, në gati 30 vjet në politik, nga 98-a, që u bë ministër, pastaj kryebashkiak, kryetar partije dhe kryeministër, dina një auditim ndaj Edi Ramës? Po marrim kontrollin e lartë të shtetit dhe parlamentin, që janë dy institucione që kanë të drejtën kushtetuese dhe ligjore ta kontrollojnë qeverinë dhe kryeministin. Dina një herë, s'ka lejuar kurrë. Komisioni Noldashin nuk e lejoi të hynte në Bashkinë e Tiranës dhe duhej të hynte me luftë dhe u tërhoq komisioni, sepse edhe ndërkombëtarisht nuk mund të kuptohet se si një kryebashkiak nuk lejon komisionin parlamentar të hetimit të shkeljeve të rënda dhe vjedhjeve dhe korrupsionit që ishte bërë në Bashkinë e Tiranës me mister 20% dhe të tjerët që merrnin para rishvete nga lejet e ndërtimit, nga koncesionet, nga tenderat, nga PPP-t e tjera e tjera. E para. E dyta, kontrolli i lartë i shtetit, se ky ishte komisioni parlamentar. Asnjëherë nuk e ka kontrolluar. Dhe nëse do të dishti, as prokuroria jo, edhe prokuroria speciale, pra Spaku. Spaku ta i tha përpara zgjedhjeve, mos hajdeni, mos tentoni të vini merri telefonin. Po atëherë ishte me 74 mandate, tani është me 84. Po prit se do dal aty. Lidhur me këtë, pasi ta mbaroj një sekond këtë
autogolin e Ramës, lidhur me celularin e tij, që ju tha atyre të Spakut që më sukruni me celularin tim, keni gjetur që keni gjetur tek bisedat e regjistruara me këta tjerët, me mua jo. Pra ka më autogol më të qartë pse? Në qoftë se ishte në rregull Edi Rama, duhet ta thërriste i pari Dumanin dhe Dumanët e tjerë, ti thosh urdhëroni një të parin celularin tim, kontrolloni me kë kam folur, i keni ato celulat atje të regjistruara të bisedave e tjera e tjera. Por kjo është e qartë pse. Dhe tash do them edhe këtë tjetër. Ky Edi Rama synon të marri 84 mandate. Po sikur të mos habitemi që të marri dhe 184, do thuash që 140 janë deputetët. Po që rëndësi ka? Si 184, si 140, janë mbi 84. Pra jenë rregull. Ai merr sa të doj dhe si doj se i ka marrë të gjitha pushtetet. Të gjitha, në mënyrë absolute. Nuk ka pushtet që Edi Rama nuk e ka marrë. A ka mundësi të bëjmë pyetjen? Janë arrestuar, janë përndjekur, janë shpallur në kërkim, janë burgosur, po hetohen zëvendës kryeministra, ministra, deputet, kryebashkiak, drejtorat përgjithshëm, shefa, etj. Tani më thuaj ti mua, a nuk ka të drejtën Spaku si person në dieni, po flasim ligjërisht, pastaj do ta komentoj. Si person në dieni, edhe pse është kryeminist dhe kushtetuta ja njeh të drejtë Spaku, se e votuan 140 deputetët, 100% e parlamentit, e deputetët. Pse Spaku nuk e ka thirrur të paktën si person në dieni, nuk po them ta akuzoj. Tash i kthehemi anës morale. Mor zotëri, ky del dhe thotë që nuk më duhet mua se hanin kumbulla, dardha, moll, pjeshka dhe thana të baçja e kryeministrisë, këto ministrat e tij, zëvendës kryeministra dhe deputet. Po mirë, kryeministri çdo të thotë, e besoj është shqip shumë i qartë, krye ministër. Pra është njeriu që të parët që duhet të kontrolloj janë ministrat, se mua edhe ty s'ka që në kontrollon, e para një se s'kemi në i gjë për të kontrollu, e dyta, e dije që si shkaktojmë në i gjëne, kurse ministrat i bëjnë gjëmën. Urdhë, pse kryeroja i qeverisë dhe kryeroja i buxhetit shqiptar nuk pas ka ditur gjë. Atëre, vetëm për mungesë kompetence, vetëm për mungesë vigjilence, për pa përgjegjshmëri ndaj tyre, ky duhet kërkonte automatikisht dorëheqjen e parë vokueshme. Po kjo s'ka ndodhur. Ai ka gjetur këtë formulën që çdo individ, se çdo berr varet për lëkurën e vet. Si i thon fjalës, lëkurën e vet. Kam gati. Po, dhe kur vjen puna, ky del pastër. Jo, ky është i ndershëm. S'më duhet gjë mua, ato le të shkojnë në burg. Kështu e shiti Lalierin. Do thuash ti, mos jeni gjë me Lalieri, në asnjë mënyrë. Hajdut, super hajdut i korruptuar, mediokër, me një fjalor 300 fjalësh, që na bënte hartime dhe na bën hartime nga burgu, i ka lënë tani se ju sos lapsi edhe letra atje në të 313 ku është në Durrës, s'ka rëndësi, që na qante hallin e Kajanit, se në këtë botë vetëm Kajani pas ka lindur, dhe vetëm Lalieri me Ajolën pas kanë fëmijë. Ato gratë që janë në burg atje, për një 10.000 lekë të vjetë që s'kan pagu energjinë, a për një kasole pa leje që kanë ndërtuar, ato që kanë 7-8 fëmijë, ato s'ka rëndësi.